Procesi kalimit të tokësh zbusore nga përdorimi në pronësi mbetet shqetësim në Lezhë. Problematika u ngri gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ku kërkuan masa më konkrete për të ndihmuar fermerët që të zyrtarizojnë pronësinë e tokës që kanë në përdorim prej vitesh. Nënkryetari i Këshillit, Agustin Marku, tha se mungesa pronësisë së qartë ka krijuar mungesa serioze në zhvillimin e bujqësisë dhe në përgatitjen e projekteve të investimeve në këtë sektor. Sipas tij, përveç përfitimeve të drejtë për drejta për fermerët, ky proces do të gjithashtu përfitime për vetë bashkinë, e cila do të kishte mundësi të administronte dhe të ardhurat nga taksat e tokës bujqësore. Ne duhet të organizojmë, të menaxhojmë punën edhe sidomos bashkia me drejtorinë e saj, por edhe me njësitë administrative, që të evidentojnë që të rastet dhe të nxisin fermerët që ta kryejnë këtë proces. Por edhe bashkia ka lëvërti sepse duke ligjëruar këtë pjesë që në fakt është e paligjëruar dhe tek gjithë këto fermerë figuron tokë në përdorim, ne i hapim rrugë edhe investimeve të shumë të rëndësishme në bujqësi. Nuk mund ta bjellësh këtë taksë tokës bujqësore, nëse këto nuk e kanë në pronësi. Pra realisht sot e kanë në përdorim. Sot e ta shtruket e zgjedh. Diskutimi për këtë çështje u bë nga një pikë kryesore e mbledhjes me theksin se formalizimi i tokës do të ishte një hap i rëndësishëm për të forcuar besimin e fermerëve dhe për të nxitur investime të reja në bujqësi.